Në konferencën e kryetarëve në Kuvend nuk kanë munguar debatet mes mazhorancës dhe opozitës. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që të futet në shqyrtim kërkesa e opozitës për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi. Ai nënvizoi se thirrja e Këshillit të Legjislacionit për këtë çështje është një detyrim që duhet të respektuar. Bardhi kërkoi gjithashtu që të përsëritet seanca e 12 shtatorit, gjatë së cilës u prezantua programi i qeverisë, duke cilësuar zhvillimin pa debat si shkelje të kushtetutës dhe rregullores. Një tjetër kërkesë e opozitës e lidhet me zhvillimin e një mocioni me debat për programin qeveritar për 4 vitet e ardhshme, i cili sipas rregullores duhet të ishte i përfshirë në këtë mbledhje. Në vim, deputetja Jorita Tabaku kundërshtoi ndarjen e komisioneve parlamentare në parësore dhe dytësore, duke dhënë si shembull raportin e komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili sipas saj duhet të shqyrtohet vetëm nga komisioneri për të drejtat e njeriut dhe jo nga i ligjeve. Edhe deputetja Ina Zhupa shprehu kritika ndaj rolit të komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Sipas saj, ky komision është kthyer në një organ të përhershëm me kompetenca që nuk i takojnë, duke ndjekur një praktikë të njëanshme nga legjislatura e kaluar. Në përgjigje, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla mbrojti modelin e ndjekur nga mazhoranca, duke theksuar se ai zbatohet edhe në shumë parlamente të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Balla shtoi se është normale që komisioni nismave qytetare të përfshihet në raportimin e institucioneve të pavarura në mbledhje të përbashkët dhe se ka ardhur koha të rishihet në 103 i rregullores së Kuvendit.